Shkrimin dhe këndimin për herë të parë ndoshta në historinë e njerëzimit, profeti Muhammed alayhis salatu wassalam e nxiti edhe për femrat. Një shprehje thot: fëmia është me fen e dados. Ajo që përkujdeset me fëmin, fëmia atë feka. Nëse nëna harxhon kohë me fëmin, fëmia jot fenë e nënës do të marrë, kulturën e nënës do të marrë, nivelin arsimor të nënës do të marrë. Por ja që fatkeqësisht në shoqëritë myslimane femra mbahet e mbyllur në shtëpi. Nuk lejohet që femra të shkojë dhe të lexojë dhe të arsimohet. Si do ta zgjidhin problemin e madh të ignorancës? A e dini që në shoqëritë myslimane ka patur, le të themi, urdhra dhe thirrje që mos të shkojnë njerëzit në shkollë, sepse në shkollë mësohet fizika, mësohet biologjia, mësohet filozofia, mësohet sociologjia, psikologjia, dhe këto e nxjerrin njeriu nga feja. Por feja jonë është feja e shkencës dhe zhvillimit. Ne nuk kemi fe e re 100 vjeçare, jemi 1400 vjeçare dhe kemi historinë më të pasur të gjitha feve për sa i përket civilizimit, qytetërimit, ngritjes së qendrës së dijes në të gjithë botën.